Zoti Merkoçi, në gjykimin tuaj është e komanduar revolta apo është spontane? Nuk më të që është e komanduar po spontane për një arsye të thjeshtë, është një protest tepër paqësore e qytetarëve e iniciuar fillimisht në Zvërnet dhe më pas e zbritur në Tiranë. Patjetër që ka disa njerëz që të organizojnë, por deri tani nuk janë shfaqur, nuk janë dukur. Nuk janë shfaqur ata që e kanë organizuar. Pra nuk janë ata që bëjnë thirrje në rrjetet sociale, nuk është një protest që është nisur nga këto thirrje. Jo, është një protestë e cila është spostuar në Tiranë, nga incidenti që ndodhi atje në Kornec, dhe gjetë një mundësi për të protestuar në Tiranë dhe fatmirësisht të paktën në ditën e djeshme ishin një numër tepër i konsiderueshëm qytetarësh, të cilët protestonin në mënyrë tepër paqësore. Dhe duke i treguar që ka një reaktim popullor, themi, pavarësisht insinuatave që mund të ngrihen apo mund të diskutojë gjithkush, por këtu flitet për një çështje e cila është shumë sensitive, nëse ata të gjithë që dalin aty në shesh realisht do ta ndjenin atë sensibilitetin e çështjes kombëtare, do isha tepër i lumtur. Zoti Merkoçi, ndjes se po ju ndërpres, a kuptohet për çfarë po bëhet kjo protestë? Pra, ishte irritimi nga ato ngjarje, nga ajo pamje, video tërheqjes varr të atij qytetari që po protestonte? Është për zonat e mbrojtura, është për konfliktin për pronën atje, sepse ne nuk kemi parë ende njërin nga pronarët pretendues, ndoshta nëse ka, që të dalë atje të thotë që shiko mua po marrin pronën edhe jam kundër zhvillimit. Apo është nxitur, siç janë dhe aludimet e fundit, ndoshta edhe nga fuqi jashtë, disa flasin për Greqinë që është pas protestave, të tjerë flasin për një luftë hibride serbe, pra na dolën dhe vlehet tani atje, unë nuk e di nëse ju e dini që atje kishte pasur. Jo, teoritë konspirative mund të jenë shumëta, nuk ka mediat greke ndryshojnë shumë shpejt, por në ndjenin time Zvërnec nuk ka minoritet grek. Nuk ka minoritet grek, pra janë vetëm vlehet. Në Zvërnec jo, nuk ka minoritet grek, është zemra e Labris, themi, dhe në zemrën e Labris nuk kemi minoritet grek. Po vlehet? Vle ka në gjithë Shqipërinë. Duke filluar nga Shkodra dhe dalin deri në Korçë, na hapi një problem tani sa ata i cilësojnë vlehet si grek, tani puna është po hapen vatra shumë. Jo, vlehet nuk janë grek për një arsye të thjeshtë, vetëm nga imi që është bërë gjithmonë, domethënë Tiranën, Durrës janë qytet llacifac. Në Korçë janë quajtur çoban, e në çdo rreth kanë pas nga një toponim themi të emrit të tyre dhe nuk janë ngatarruar kur vlehet me minoritetin grek. Pra minoriteti grek gjithmonë janë qytet minoritet grek, nuk kanë pas një toponim tjetër. Po me kë janë atashuar vlehet? Dëgjoj, që mund të ketë individ apo familje vlehe, thashë se në Vlorë nuk ka në gjithë Shqipërinë. Nuk mund të them se nuk kemi komunitet të vle, dhe përsa ka dhe një komunitet të vle, patjetër që ka. Ata thash janë të shtrirë në gjithë Shqipërinë, nuk janë se janë në një zonë Gorean që kanë ata si qendër dhe pastaj edhe ngelen vetëm aty. Përkundërzi, sepse lëvizja që është bërë gjatë 50 viteve të komunizmit, vlehet kanë lëvizur nëpër Shqipëri, mund të them si kemi pas edhe antarët e Komitetit Qendror, kemi pas ble. Vetë Rama është ble në origjinën e tij. Sepse Kristaqi është ble, është në Durrës ne i thoshim llacifac. Pra, vetë Rama është ble. Pavarësisht ai deli i herë këne, i herë, po në realisht në
në origjinën e tij ai është vle. Kështu që nuk edhe me përsa i përket. Po t'ishte kështu ndjesë, ju ndërpreva pra, po t'ishte kështu ai thanë që unë se dija që ka minoritet grek atje, por vëllai besoj e dinte që ka. Pa, dëgjoj. Teoritë e Ramës janë të shumta tash, ai na del i herë Shkodrani, i herë Kosovar, pastaj del Rus, pastaj del kinez, ai del gjitha më dha. Pastaj del Izraelit, pastaj ças del ai. Po unë po të them origjina e Ramës është vle. Kristaqi është vle. Në Durrës pak njohim si Llacifac Durrësi. Në Durrës thonë Llacifac. Por kështu që nuk ka vle, mund mos ta di Rama, se nuk është një gjeni Rama që të themi që të di gjithçka. Por edhe që i mohon gjërat ai i mohon. Edhe që fillon edhe bën luftën me Greqinë, mund duket gjë e stisur, sepse Rama nuk interesohet, apo mediat nuk interesohen për dhunën që bëhet, ka shi populli shqiptar, po merren pse u dhunu një minoritar apo grek. Po kujt i intereson